Zërbytja në parlamentit thanë që ti je ma i korruptumi. Zë, këtë Lumniri është i mirë. Kush duhet t'i fitoj zgjedhjat e 28 vjetorit? Që ato që janë ma të mirë t'i sholla. Kush është më i miri sipas teje? O, valla, bila, tash... Përmeni one, s'po të kujtuan. Albin Kurti, Betri Hamza, Lumir Abdigjiku, Ramon Haradinaj apo Fatmir Limaj duhet të qeverisë me Kosovën 4 vitet e ardhshme. Që që, për Fatmirin, zërbytja në parlamentit thanë që ti je ma i korruptumi. Zë, këtë Lumniri është i mirë. Ki Hamza, ki shumë do këtë... Ne na duhet një që kryon unitet. E Ramushi, se Ramushi s'ma përmene. Ramushi i mirë është, po nuk e di. I ka do farë... Se di shka të them, na kemi na të fabrikës gyve, kemi probleme të pak, se kur se respektojnë kushtetutën, na kemi moment që kushtetuta është Si pas teje po mbetet Albin Kurti? Albini. Me sa përqend do të fitoj si pas teje? Vallahi atë për Ngushtoj, ja? tash se di, nuk kom bon me gjithë në kohë ime që duhet të di, po se di. Nuk e di. Faleminderit shumë, knasi që u taku. Shnet edhe unitet. Që unë e baj apel që uniteti pa tjetër, në një qëllim e kem. Ne janë me ke kem. Shok i patëm, po pak kanë me në distancë, se Amerikanët, unë kam shok për Dallasit, për Teksasit e ketë që kom komuniku para 50 vjetë. Po mi folë ato se një folë tash këto se jeni me vend publik këto. Faleminderit shumë, knasi, turoj shëndetit. Shofshë të losjetje.